Qytetarë si të gjithë ju, kam ardhur shpesh në protest, por është hera e parë që mbaj këtë fjalinë. Nuk jam as aktiviste, as patronazhiste, jam artiste. Sigurisht jam shumë e shqetësuar për këto asgjë, ja 4 milion euro të votë s'kela për kryeministrin, ndërkohë që gjithë qyteti ynë i dashur duhet të gëlonte nga orkestra trinore në muret e qyteteve, duhet të përplaseshin tingujt e orkestrave dhe akustika, por në fakt nuk është kjo, nuk ndodh kjo gjë. Shqipëria ka shumë probleme nga më të mëdha që ne nuk dim gati anistin. Qeveria është duke luajtur me karta dhe me sa duket taulantit i ka ngjecur kerri në dorë herën e fundit. Shfuqizimi unë kam përshtypjen që ëndra më e madhe, ëndra e kësaj të vere e kryeministrit dhe e kësaj qeverie është që kjo protestë të shuhet, por ndërkohë çdo ditë unë si qytetare dëshiroj shumë që të vazhdojmë. Jemi në rrugën e dur. Dua shumë shfuqizimin e ligjit 21/2024, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e tokave, brigade shtetërore, lument të djegë rrjedhën i tyre, malet, nuk e kuptoj. Kjo është qeveri e plaçkimit, kjo është qeveri që ka shkëlqyer në mënyrë të shkëlqyer në vend. Vjen në mënyrë të shkëlqyer. Bravo, Berisha Burg.